Gjykata themelore në Prishtinë ka nxjerrë vendimin përfundimtar për një nga krimet më tronditëse të viteve të fundit në Kosovë, duke dënuar me burgim të përjetshëm Naim Murselin dhe Granit Plavën për vrasjen e planifikuar të Liridona Ademajt. Ndërkohë, i akuzuari i tretë, Kushtrim Kokalla, u dënua me 30 vite burgim për rolin e tij në këtë ngjarje makabre që ndodhi në nëntor të vitit 2023. Krimi, i cili fillimisht u raportua si një grabitje armatosur që përfundoi në tragjedi, doli të ishte një skenar i mirë menduar i inskenuar në fshatin Bërnic të Prishtinës. Sipas aktakuzës së prokurorisë, Naim Murseli, bashkëshorti i viktimës, dyshohet se ishte truri i operacionit. Motivi pas këtij akti mizor ishte përfitimi i një shume prej rreth 260.000 eurosh nga një sigurim jete që Liridona kishte në Suedi. Hetimet zbuluan se Murseli kishte premtuar një pagesë për 30.000 eurosh për Granit Plavën, i cili kreu ekzekutimin e drejtpërdrejtë. Ndërmjetësuesi i këtij takimi fatal ishte Kushtrim Kokalla, i cili ndihmoi në koordinimin e planeve mes porositësit dhe autorit. Gjatë fjalës përfundimtare, prokurororia e çështjes qëndroi e prerë në kërkesën e saj për dënim maksimal për të tretë akuzuarit. Ajo argumentoi se vrasja nuk ishte një rastësi, por një veprim i mirë planifikuar dhe i ftohtë, i kryer në prani të 2 fëmijëve të çiftit, gjë që shton peshën emocionale dhe moralisht të rëndë të krimit. Kjo kërkesë u mbështet fuqimisht nga vëllai i viktimës, Leonard Ademaj, i cili ka kërkuar drejtësi të plotë që nga dita e parë, dhe Leutrim Syla, avokati i familjes, i cili theksoi se provat e administruara vërtetojnë pa asnjë dyshim fajësinë e akuzuarve. Nga ana tjetër, ekipet mbrojtëse të akuzuarve u përpoqën të kërkonin një vendim më të butë, duke bërë thirrje për parimin e drejtësisë dhe vlerësimin e provave materiale. Megjithatë, trupi gjykues vlerësoi se mërzoria e krimit dhe rrezikshmëria shoqërore e autorëve meritonin dënimet më të rënda të parashikuara nga kodi penal. Vrasja e Liridona Ademajt ka nxitur debate të shumta në Kosovë dhe Shqipëri mbi sigurinë e grave dhe dhunën e familje, duke u kthyer në një simbol të thirrjes për drejtësi institucionale. Ky vendim shihet si një mesazh i qartë i sistemit të drejtësisë kundër krimeve të organizuara brenda familjes dhe vrasjeve me paramendim. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se ky gjykim i prokurorisë është i saktë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.